Sipas ligjit për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje në Republikën e Maqedonisë, të gjithë qytetarët që aplikuan në afatin e parë në vitin 2011 janë të obliguar që dokumentacionin ta kompletojnë me elaborat gjeodezik më së voni deri në dhjetor të vitit 2016. Si rezultati i ndryshimeve ligjore të ligjit për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje, u mundësua programi i afatit për dorëzimin e elaborateve gjeodezike deri më 31 dhjetor të vitit 2016. Për shkak se afrohet afati kohor dhe me qëllim që të gjithë qytetarët që bën kërkesat për legalizim të objekteve pa leje në afatin e vitit 2011 të arrijnë të përfundojnë procedurën dhe të pajisen me akt vendim për legalizim të objekteve të tyre, ndërsa Komuna e Gostivarit apelon që të respektohet afati ligjor dhe në kohë të kryejnë obligimet e tyre në afatin e parapar ligjor. Në të kundërtën, sipas ligjit për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje, procedura do të